Hajde gëzuar Bajramin o birë. Gëzuar paqim shëndet, begati, mirësi në familje tona o birë. Hajde, ky gëzim sot të sill dashuri e paqe, duke na kujtuar gjithmonë që të jemi njerëz më të mirë, të bashkuar dhe solidar me njëri tjetrin. Zoti ja pranoftë agjërimin të gjithë ata birë, ta pranoftë e mbare mirë ta bëft Zoti. Të gjithë ju që mbajtët. Të gjithë ju që mbajtët, lutjet e mia janë për ju. Zoti shënden, të tjerat shkojnë e vinë. Zoti t'ju falë shëndet, paqe në shtëpi, dashuri në familje, gëzim në çdo shtëpi, paqe më Zot. Ta vlerësojmë njëri tjetrin, ta përqafojmë sa më shumë, ta falim, ta duam, se sot jemi nëse nuk jemi o birë. E kjo politika na ka përçare, na ka bërë. Nese, Zoti më shiroft dhe shpirtin e atyre që nuk janë me ne. Dhe i shpërbleft me xhenet. Amin o Zot. Amin o Zot. Ne në babajnë time të gjithë ata që i kemi, do me thënë, nuk e di. Edhe njerë gëzuar Bajramin me shpresë, dritë dhe bekime për të gjithë që u kam në zemër edhe që kemi njëri tjetrin nuk e di. Të bëhemi më të butë. Në kemi 35 vite të ndarë kjo politikë, se di. 35 vite nuk e di. Edhe sot sheshi e tregovi që njerëzit më shumë po falen dhe më shumë po besojnë në Zot se sa në politikë, se politika vetëm i ka përçarë. Hajde gëzuar o birë, shëndet e mbarësi të kemi, shëndetin kryesorja.